qeveria Kurti ka arritur edhe ta shuaj sindikatën e arsimit. Aleanca do të ofroj kushte më të mira për të gjithë punëtorët e arsimit, duke filluar edhe me rritjen e pagave, të cilat vërtet janë shumë të ulta dhe mos të them nënçmuese. Sa i përket pjesës së arsimit, e cila ndodhet në një krizë të thellë, themi ashtu. Sipas juve kush e ka fajin? Realisht veç faja është i qartë, sepse është munduar nga qeveria Kurti që të politizohet edhe arsimi, dhe kjo dihet se në çdo shtet demokratik arsimi është themeli i shtetit. Në këtë rast nga qeveria Kurti është lënë si dytësore, pra jo primare, dhe kjo është për arsye të shumta. Fillojmë nga pagat e ulta, mospërkrahja e punëtorëve të arsimit, pastaj mungesa e kabineteve, laboratoreve, të cilat secila në formën e tyre e kish përmirësuar gjendjen dhe kish ofruar kushte më të mira edhe për punëtorët e arsimit, të cilët kishin ofruar edhe mundësinë për ndihmë më të madhe për njohuri për të gjithë nxënësit. Çka ka me bë Aleanca për arsimin, për me ngrit, mos me lënë çet krizën? Aleanca si subjekt politik ka marrë pjesë në shtetëndërtim dhe është një subjekt institucionalist. Do të ofroj kushte më të mira për të gjithë punëtorët e arsimit, duke filluar edhe me rritjen e pagave, të cilat vërtet janë shumë të ulta dhe mos të them nënçmuese. I referohemi edhe sindikatës së arsimit, e cila është një institucion i veçantë dhe lufton për të drejtat e arsimtarëve me plot të drejtë, mirë po që fatkeqësisht qeveria Kurti ka arritur edhe ta shuaj sindikatën e arsimit, çka ne kupton se më shumë ka qenë interesuar ta politizoj arsimin, se sa të ofroj përmirësim të kushteve të punës dhe paga dinjitoze për të gjithë mësimdhënësit në nivel vendi.